Byrek me kungull, I cili nuk është byrek. Heje njerëz të bukur, si po kaloni. Tani, e kam në thojza byrek edhe nuk është byrek se nuk është me peta, po du ta bëj me miell misri, edhe nga që neve e quajmë larash, në ca vende të tjera e quajnë lakror, në ca vende të tjera e quajnë pet misri, me që ka shumë emra, unë po e vë kështu në thojza byrek edhe çdo njeri le ta thoj si të doj. Tani si e përgatitun këtë? Në fillim ngri kungullin në rende siç e patë, pasi e kam larë dhe e kam pastruar, I hedh majdanos, nenexhik edhe kopër. Po, nenexhiku dhe kopër është diosmos edhe anithos në greqisht, për ata që nuk e dinë në shqip. Edhe pastaj I hedh miell misri, të cilin këtë e kam bler nga Greqia, këtu I gjeni në Angli në supermarketet turk ose arab këtë miell misri. Tani I hedh pak krip edhe pak piper, I hodha edhe një çik fare miell gruri, edhe shumë vaj I hodha, po e harrova ta tërheq në video. Edhe ujë tani derisa të dali përzierja, kështu e lëvritur, të mos jetë shumë e trashe, që të mundet që të piqet edhe të mos na fahet shumë. E hedhim në një tepsi në të cilën kemi vënë letër kuzhine. Unë edhe nga lart pastaj ja I hodha djathë dhe shtypa një çikë që të vej djathi në të gjithë byrekun edhe kuptohet që do dhe vaj nga lart. E çova në furrë, e poqja në 180 gradë, varet nga furra juaj, edhe çfarë të hani o njerëz, aromat, mos e pyesni.